Egon? Shiko, nuk jam... Ky është hapi mirë, pa dyshim, që ka ndërmarrë presidenti Trump ditën e sotme për të shpallur armë pushim 5 ditor, si që thot ai, në ndjekjet... Unë isha duke monitoruar diçka me regjin, mos të fjalimi Clintonit. Ishte fake. Që fake, pra. Fake, ai fake ishte. Ishte fake, pra. Fjalimi Clintonit. Po. Fjalimi, unë e mora si... A i kishte bërë shkrim. Unë e mora... Ishte fake, pra. Ishte fake, po unë e mora... Ishte nga inteligenca. Edhe njerë, po unë e mora për veten time, qofse me të vërtetë. Por e more ti që more tani e mora unë e futa bëra gabim. Dhe hoqe me vrap na për botim. Këmo. Fjalimi manipulimi ishte kështu fake. Fake. Madje ishte edhe një tjetër deklarate e kryeministres së Japonisë që ishte sërish fake. Çfarë kishte thënë? Fake ishte edhe ajo? Po, ishte fake ajo. Pa ato gjëra nuk i thot Ajatollahu për Amerikën, jo t'i thot një vend aleat, është e pa konceptueshme. Pra ajo kishte thënë që ky më ofendoje, më bëri këtë në takimit. Inteligjenca artificiale të bën gjëmën. Duhet Allah, shpritet në vëzën. Nëse, unë mendoj këtë gjë që pavarësisht se ky është hapi mirë që presidenti Trump ka marrë, sepse i shërben Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por kam dyshime sa i takon përfundimit të luftës, sepse kemi haruar një faktor shumë të rëndësishëm që është Izraeli. Izraeli ka deklaruar sot edhe përmes vetë kryeministrit Netanyahu se do të vazhdoj luftën, do të vazhdoj bombardimet. Dhe pas bombardimet dhe tani. Dhe tani në këto momente që ne flasim vazhdojnë. Të dyja palat. Jo vetëm në Liban. Jo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo vetëm në Liban, por edhe në Iran. Ai Libani është histori tjetër edhe shumë e dhimbshme në fakt. Megjithatë për të qëndruar tek kjo që ka ndodhur sot. Këtu problemi me Izraelin është se edhe palët që janë në opozit janë më të ashpra se sa vetë Netanyahu. Edhe një nga drejtuesit e opozitës, Lieberman, kishte deklaruar që lufta do të vazhdojë e Izraelit pavarësisht se çfarë bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, kjo mund të interpretohet si një formë presioni. Po të mos duan Shtetet e Bashkuara nuk e mbyti Irani Izraelin. Unë mendoj që e bën copa. Po të mos duan Shtetet e Bashkuara, pra po të vazhdoj Izraeli. A është një retorikës? A do ketë shumë dëme nga dyja palët, për nuk e dim. Çështja nuk është, a e vazhdon Izraeli vetëm luftën në kuptimin taktik. Çështja është kush i bën presion kujt dhe kush merr vendimin për ndalimin e luftës. Se dhe Reuters i kishte rihedhur sot në diskutim një bisedë telefonike për herë të parë, 2 ditë përpara datës 28 shkurt, ku kishte ngritur dilemat se cili nga të dy, bisedë telefonike midis Netanyahut dhe Trump, cili nga të dy e kishte nisur në fakt sulmin. Dhe kishte diskutuar që sa qëndron presioni Netanyahut mbi Trumpin për nisjen e sulmit dhe sa qëndrojnë arsyet e vetë Trumpit për nisjen e sulmit pavarësisht bisedave dhe vizitave të shpeshta të Netanyahut. Po, kjo do ngelet për të parë në fakt, nëse Izraeli do të vijojë që t'i qëndrojë ide luftës edhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo nëse afati 5 ditori Trumpit është thjesht një blof, apo po themi nëse Irani tani, se edhe deklaratat e Iranit këtij kryetarit parlamentit, këtij Galibafit, se kemi haruar të përmendim shpesh, po ky është një personazh që ka bërë deklarata mjaft të forta edhe përpara se të niste lufta, edhe gjatë protestave të 10 janarit. Pra, do të shohim se çfarë Irani po përpiqet të luajë në këto momente, ku unë kam menduar sot gjatë ditës edhe jam përpjekur që të kuptoj se ku qëndron ideja e deklaratave refuzuese të Iranit. Do vëtë në garanci. Pra, ose po përpiqet që, duke e kuptuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump qartazi është palhumbse, po përpiqet që të thellojë deri në fund avantazhin, po kjo është me rrezik sepse mund ta kalojë të drejtën tashmë tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse deri sot ishte tek Irani. Është po vetë njëjtat kushte. Ose po kërkon garancinë e Kinës dhe të Rusisë, ne nuk kemi patur ende një deklaratë sot nga Kina dhe nga Rusia për këtë çështje. Ose pastaj thjesht nuk i beson gjithë kësaj loje të Trumpit. Ka pas analistë që thonë që mund të jetë thjesht një blof. Duke marrë parasysh që Trump është biznesmen, është fillimi i javës, bursat, po themi,
gjatë fundjavës janë pushim, dhe Trumpi ka bërë një deklaratë për të relaksuar situatën në bursa, dhe kjo situatë mund të përfundojë me një sulm ditën e premte kur bursat mbyllen gjatë fundjavës dhe situata të kthehet aty ku është. Pra unë mendoj që ende është tepër herët që ne të mos mendojmë që të gjithë skenarët janë ende në lojë. Në paktën ky është mendimi im. Po ka arsye reale pse presidenti Trump është detyruar që të bëjë këtë deklaratë, që janë ajo se çfarë po ndodh brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përveç po themi situatës së pritshme në zgjedhjet e midtermit, kujtojmë që për shkak të krizës energjetike, presidenti Trump rrezikon që të humbas shumë wing states, pra shtete të dyzuara. Rrezikon që t'i humbas. Në zgjedhjet e nëndorit. Në zgjedhjet e nëndorit. Nga ana tjetër, duhet kujtojmë që ka një problem real ekonomik kjo luftë. E ka thënë dhe kishte thënë edhe revista The Economist. Në fakt, revista The Economist kësaj here ishte një pamflet, ishte një fletë rufe kundër Trumpit. E kishin pushkatuar fare, po themi, me gjitha shkrimet që kishin bërë. Po diçka që më bëri shumë përshtypje ishte llogaritja e kostove të armatimeve, të raketave, të interceptorëve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përdorur gjatë këtyre ditëve. Ishte shumë interesante. Vetëm në 4 ditët e para të luftës, pra nga 28 deri në datën 3 mars, janë përdorur diku tek 5.000 raketa dhe armatime, ku 1.000 prej të cilëve janë ndër më të shtrenjtit absolutisht që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në 16 ditët e para, në 2 javët e para. Sa ka shkuar si harç ky, si para? Tani, 300 raketa Tomahawk, nga $2 milion secila, 120 interceptor Patriot, nga $2 deri në $3 milion secili, ose $3-4 milion secili, dhe 150 të interceptorve THAAD nga 10-12 milion secili, artikulli llogariste që kostoja e zvendësimeve të vetëm këtyre armatimeve që unë sapo përmenda tani është 20 deri në $26 miliard. Kostoja e zëvendësimeve. Aq mendohet jetë edhe kostoja totale e Amerikës. 20 deri në $26 miliard për sa? Për 2 javë. Dhe kjo e bën operacionin Epic Fury e bën operacionin më të shtrenjtë të gjitha kohrave të njerëzimit, që kur është historia e shkruar. Pra, këto janë, dhe problemi nuk është vetëm se është kosto e tillë, problemi është se është e vështirë edhe t'i zvendësosh këto, sepse Kongresi Amerikan mund të miratojë një fond për $26 miliard, po themi që t'i zvendësoj. Problemi është që janë shumë pak kompani që mundet t'i prodhojnë, i prodhojnë për një kohë shumë të gjatë, për shembull raketa Tomahawk dhe interceptorët THAAD janë porositur para 3 vitësh. Përhumbje zgjedhjesh nuk kanë historinë e shbazë, më shkruan në Mospao, që partia e presidentit ketë fituar zgjedhjet mes mandatit. Kjo është historike, është e vërtet. Është e vërtet. Dhe sidomos kjo thellohet edhe për shkak të luftrave. Pra, për ta mbyllur këtë argumentin e armatimeve, sepse këtë e ka ngritur zëvendës presidenti Vance që në 2024, një vit para se të ishte në Shtëpinë e Bardhë. Nuk është vetëm problemi $26 miliard të 2 javëve të para. Problemi është që nuk i prodhon dot kaq shpejt. Domethënë, interceptorët THAAD që janë përdorur tash janë porositur në 2023-shin. Pra i kanë porositur 4 vite më herët, 3 vite më herët dhe kanë ardhur tani. Dhe një pjesë e materialeve që përdoren për raketat shumë të shtrenjta të përdorura në 6 ditët e para, janë materiale që nuk i gjen dot kaq kollaj. Një pjesë vjen nga Kina, një pjesë duan kohë që të prodhohen. Kështu që është një situatë e cila unë fokusova tek aspekti ekonomik për ta vënë theksin pikërisht aty ku presidenti Trump është biznesmen edhe tregtar, për të kuptuar që ka arsye shumë thelbësore pse ai është detyruar sot që të bëjë deklarata të tilla, të cilat mund të jenë blluf, mund të jenë të vërteta, ngelet për tu parë në ditë të vështim.